A ditë kam qenë njëri ma i lumtur, është ndjeni pa përshkrume, kjo veç përjetohet, kur vinë forcat e pushtuesit të rrethojnë, ti i pambrojtun, edhe në momentin kritik, kur lëshohet kamësëria edhe hyne për shtëpi, shfaqet ushtria jote, që e kishim andru me shekuj. Ai moment e kam të regjistrum si momentin ma të rëndësishëm edhe ma krenar, ma të lumtur të jetës tim. Edhe sepse i takova në burrin tim. Atë ditë kam nimu me çka kanë pas nevoj aty për aty. Atë ditë e kam bërë kërkesën, gjatë që nuk ish momenti, sepse ishim të rrethum, ishte diçka për ta jo e papritur, por popullata kishte shumë konfuzitet, ishim në një traumë të përgjithshme, në krizë pa ditë ka mja majtë edhe ka jemi të rrethuar. Kështu që faktikisht jo vetëm shfaqja e tyre a ditë aty, por praktikisht ata atë ditë, ata ushtarë që erdhen në atë pozicion e në atë vend, ishin edhe shpëtimtarët tonë e fshatit Buroj, sepse aty filloi lufta frontale edhe u zhvendosën forcat serbe, u stacionun në vinë e rrugës regionale Klin Skënderaj, faktikisht në fshatin tonë, por që i ndalen hovin mos me hine për familje. Zhvendosja tani plot në ngjarje një mës një, adin që se di nga njëherë mera dhitë është secila pjesë, secila ditë është roman në veti. A humbët shoqe? Po, fatkeqësisht po, ju vetë shoqe, shok. Nuk ka qenë vetëm kjo pjesa e dhimbshme, dhe më thonë çdo humbje jetë, edhe shoqënisë, edhe e civilëve, e fëmijëve. Nuk kemi ditë atëherë, sepse kemi qenë të orientuar me luftu, me umbrojt, edhe me ushliru. Vdekjen e kemi arsytu, ose ka qenë e para që e kemi prit. Faktikisht kjo humbje edhe gjithë ato përjetime të rikthehen pas luftës. Është dhimbje, është pastaj pjesë e jetës, të jeton me to. Të bëhen rutinë, por kishim patin me përjetu. Është dashtë, kemi pas nevojë, në kanë imponu edhe